Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që të ketë rinumërim të plotë të gjitha votave në vend votimit në 28 komuna të Kosovës. Po ashtu është vendosur që të shkarkohen përfaqësuesit politik në Komisionin Komunal Zgjedhor në Prizren, ku sipas KQZ-s, Kreshnik Radonishi janë vërejtur dallime më të mëdha në vota për kandidatët për deputet. Paraprakisht në këto 28 komuna, KQZ-ja kishte vendosur që të rinumëronte vetëm 10% e vendvotimeve, ndërkaq në 10 komunat e tjera vendosi për rinumërim të plotë. Vendimi në 19 janarit vjen pasi gjatë rinumërimit të pjesëshëm u vërejtën ndallime të mëdha në vota për kandidatët për deputet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit të vitit 2025. Pas zbulimit të këtyre devijimeve, partitë dhe organizatat e shoqërisë civile kërkuan rinumërim të plotë të votave. Gjatë mbledhjes, kreu i KQZ-s, Kreshnik Radonishi, tha se mbledhjen e mbajtur nga Këshilli për Operacioni KQZ-s u analizuar raportimi i rinumërimit të pjesëshëm. Sipas tij, dallimi në vend në vota për partitë politike është minimal dhe i papërfillshëm, ndërkaq ai i kandidatëve ka shkallë të lartë pasaktësie. Veprimtarja shqiptare nga Sanxhaku, Amina Nura, i kërkon nga presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti që shqiptarët e Sanxhakut të mos trajtohen si të huaj në Republikën e Kosovës dhe të mos detyrohen në regjistrime apo kufizime për hyrje dhe qëndrim. Ajo e konsideron këtë ligj një gabim të rëndë që cënon drejt për drejt familjet e tyre. Amina Nura i kërkon që shteti i Kosovës të ndërmarrë hapa konkret për të mundësuar shqiptarëve të Sanxhakut pajisjen me dokumentet e Republikës së Kosovës dhe trajtim të denjë të barabartë. E nderuara presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, dhe i nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, shqiptarët e Sanxhakut nuk janë të huaj në Republikën e Kosovës dhe nuk ka nevojë për asnjë regjistrim apo çregjistrim kur hyjnë në vendin e tyre, në shtetin e tyre, në Republikën e Kosovës. Keni bërë një gabim të madh me këtë ligj, veçanërisht për ne që nuk po na jepni dokumentet e Republikës së Kosovës, e megjithatë kemi familje, jemi martuar në Kosovë dhe duam të krijojmë familje këtu. Shpresoj që në të ardhmen do të filloni të punoni për të u siguruar që shqiptarët e Sanxhakut të respektohen, të paktën më shumë nga ju, të cilët jeni në krye të shtetit të Republikës së Kosovës. Dhe shpresoj se do të na mundsoni neve, shqiptarëve të Sanxhakut, që t'i kemi dokumentet e Republikës së Kosovës, shkruan Amina Nuraj në Facebook.